Të nderuar, u rikthyem në pjesën me personalitetin e ditës në studio dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Meqense është dita e pavarësisë së Kosovës, 18 dhjetori i pavarësisë së Kosovës, nuk mund të lëm pa i përmendur sakrificat, sfidat, vështirësitë e kosovarëve të cilët kanë pasur gjatë gjithë rrugtimit të tyre apo veprimtarisë së tyre për të arritur deri këtu ku është Kosova sot. Pra, sakrificat e kosovarëve deri tek pavarësia e vendit. Do të flasim sot me një profesoresh e cila është lindur dhe rritur në Gjilan të Kosovës, mirëpo tani veprimtarinë e saj e ushtron në Maqedoni, konkretisht në Tetov. Flasim për sakrificat, për demonstratat, për protestat, jetën e saj studentore në kohën kur ka qenë studente në Kosovë dhe se sa është e kënaqur me shtetin e Kosovës sot. Nder dhe kënaqësi që në studion ton të ndajmë këtë pasdite bashkë dhe për të folur për këtë temë me profesoreshën Sehadete Sylla Luma. Përshëndetje profesoresh, mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Urime pavarësia e Kosovës. Faleminderit, urime gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit shumë, faleminderit që na keni nderuar sot për të bashkëbiseduar për një temë që për juve është shumë emocionuese, pasi që vini nga Kosova, por edhe për neve si shqiptar. Faleminderit. Fillimisht përpara se të kalojmë të flasim për temën, ne kemi kështu si traditë në emision, flasim pak për biografinë e të ftuarve, në pika të shkurta, pra ku lind, ku rrit profesoresha. Unë jam e lindur dhe rritur në Gjilan, fëmijë i 7 me rend, 8 fëmijë, do më thonë kemi qenë, nana dhe baba, 6 vëllezër e 2 motra, një nuk është më, tani jemi 7. Fillimisht të tregoj se kam kryer shkollën fillore në shkollën fillore Selami Allaçi, që edhe zilja dëgjoj kur binte aq afër e kam pas shkollën. Shkollën e mesme ekonomike, e më pastaj fakultetin e gjuhës dhe letërsisë angleze në Prishtinë. Në Universitetin e Prishtinës. Dhe shtu jeni nënë e 2 vajzave? Po, jam e martuar këtu me Gajur Luma, të gjithë e njohin, ka qenë futballere, profesore dhe nuk është anonim. Ka punuar në Universitetin e Tetovës, në shtoll, në ekolog, i kam 2 vajza, Marigona Luma dhe Margarita Luma. Të gjatë, faleminderit për këtë biografi dhe letër njoftim të shkurtër për biografinë tuaj. Të kalojmë të flasim fillimisht për jetën tuaj studentore. Unë dua të ndalem këtu më shumë, sepse në atë kohë keni pasur sfida, vështirësi, jeni përballur me agresionin serb, protestat, demonstratat. Si mund të na përshkruani këtë kohë në Kosovë aso kohë? Tani ti mi ktheve mu disa nostalgji, memorie larg, nostalgji për atë kohë. Vitin 1981, dhe më thonë. Unë, kur jam regjistru në fakultetin gjuhë dhe letërsi angleze në Prishtinë, kam banuar në konviktin nëmër 5, dhoma nëmër 8. Vllau im, Selami Sylla, dhe më thonë, aja është e kreu fakultetin ekonomik, dhe aji studion të vitin e 3, unë vitin e parë, u regjistrova në gjuhë angleze, të dy ishim student. Aji banon të përballë meje, të konvikti djemve, kurse unë të konvikti vajzave, dhe aty jetonim. është ndërtur i konvikti bukur dhe i pari konvikti femrave që jetuam shoqet që ishim nga Gjilani me një dhomë. Pastaj si vijoi protesta, demonstratat? Një natë, unë dalën rrymat në konvikti nëmër 5, dhe andej dhe themi ne, çka është puna, çka po bëhet këtu? Pse unë dalën rrymat? Të nesër më një morëm libra dhe shkonim aty afër konviktit, ishin disa baraka. Dhe aty mësonim. Erdhi një djalë dhe tha kështu, dili krejt jashtë. E mora librin dhe dola për jashtë, thash, çka është të bëha? Kur e shoh jaknën e vllaut tim, e kishte një portokall me krem, dhe e njofta jaknën e vllaut se aty ishte vllau, aty ishte djali tezës, dhe i pash se po bëhet diçka. Aty kanë qenë organizatorët, të cilët e kanë bërë organizimin, po unë nuk dija, unë isha vajzë 18 vjeçare. Dhe të gjitha vajzat e Gjilanit që ishim ne shoqe, ato studionin arkitekturë, e disa pedagogjie, unë lodhëm edhe dëllëm u bashkangjitëm në protest. Kishi frikë aso kohë apo ishi të guximshme? Jo, as pak. U çudita, thash si s'kemi frikë, dulëm aty.
dhe kërkonin kushte për menzën e studentëve, se s'kishte kushte, kërkonin drejtësi. Po unë e vogël isha 18 vjeçare, shumë e re, shumë e njom, dhe shikoja më havi, çka po bëhet këtu? Pastaj gas losjellës, Pastaj protesta. gat losjellës, e turbulence, e hallakama në borin e konviktit dhe unë me një kushërinë time të them, kushtimisht ajo ka qenë shoqe ime shumë afërt, po edhe familje Nazlia Tahiri, jeton në Berlin, arkitekte, ikëm dhe shkuam në për qytet, por rrugës ishte të merr i madh. Dhe shkum te tezja ime, e kisha një tezë në Prishtinë, te tezja sal, ta ceki këtë, se e ka qenë strofulla jonë. Vllau im nuk ekziston më. Është një vlla që ka ikur nga kjo botë, pa ata kam pas jo vlla, më shumë se vlla, si me pas prind. Ai është kujdesur shumë për mua. Dhe e kishte marrë veturën, aso kohë më kujtohet një veturë në ngjyrë e verdhë ka qenë dhe erdhi te tezja. Si i ka shku dërmen, unë nuk e di. Dhe kur erdhi atje na gjeti, tha, çka bëni ju këtu? A gjallini? Thash po. Dul tezja, tha, këtu është Sadetja, tha, me Nazlien, dhe na mur vllau na çoi për Kilan. E vllaun tjetër nuk e di ku mbet, me djalin e tezës, nuk e di ku mbeten ata. Si shifnim ata, sa ata ishin me burrat, andej mirë për na të vogla treja, edhe i shfrigu se ishte viti parë që ishim na studente. Pastaj vazhduan demonstratat e protestat e para komunës aty Remzi Kolgeci, si sot më kujtohet, ishte Lucia vllaut tim shtatzane, edhe ajo u bashkangjit me neve, thash, po ku shkon biti të uta? Ti shtatzane në protesta. Ishte Remzi Kolgeci mbajti një tubim aty, dhe ne ishim të gjithë aty. Ka qenë protesta që janë nisë prej Gjilanit në kam kanal në Prishtinë. Atë shumë ka qenë ajo kohë, së ne përshkruj. Janë studentët që kanë bërë revolucion. Po, ato kanë bërë studentët. Kosovë kanë bërë fillimisht studentët protesta. Gjithë çka ka nisë prej studentëve. Sa forcë rëndësishme janë, do me thënë, pjesa më vitale e shoqërisë. Rinia ka bërë ndryshim. Në vitin 1989, do me thonë, ato kanë qenë më herët. Koha e Jusuf Gërvallës, e Bardosh Gërvallës, e Recep Malës, ato t'i cekim. Mirë, por ne kemi qenë gjenata e studentëve, që veç kemi dëgjuar për ta, për Isa Kastratin e këta. Mirë, por ne kemi dëgjuar veç kush kanë qenë ata. Mirë, por ne kemi qenë të synimin e kemi pas të mësimi, ata televizës e mdhaja. Po, megjithatë keni qenë të ri, të guximshëm që e thash pak më herët, pjesa më vitale e shoqërisë studentët, dhe keni pasur ideal. Cili ka qenë ky ideal dhe a e vëreni këtë ideal edhe tek të rinjt tanë sot? Mendoj idealin për të mësuar, për arsimimin. Unë nuk i kritikoj të rinjt, nga se teknologjia ka bërë ndryshim drastik. Nuk ka faj rinia. Asnjëherë s'ka i riu i faj. Ne që jemi atë vjetër, do të mi mësu, do të mi eduku, do të mi drejtu, ku është e drejta, ku është e mira, sa ata janë fletë e bardhë, si e shkruan ashtu është. Ata si janë zero fajtor, mirë po duhet gjithmonë me ju ndajt me që kanë bi kokë. Dhe më thonë, këtu është e mira, këtu është e keqja. Dhe jo mi kritiku, jo mi ndëshku, po mi udhëzu, se unë jam frymëzu shumë që e vogël, më kujtohet, nana ime, kanë qenë 7 vajza ato. Dhe si gjithë ne që jemi musliman, ditën e Bajramit kanë ardhur 4 sërb me kuaj, tregonte nana ime, dhe ju ka lyp uja i sërbi ditën e Bajramit. Nana ime ka qenë 14 vjeçare. U adham ujin dhe kur e ktheu baba shpinën, e vrajtën në pragun e derës. Dhe që atëherë e kam pas si një peng në trup, si ka mos i 7 motra kanë qenë, dhe më thanë dhe ti ta e ujin, a i ta e plumbin. Këto gjëra nuk do të haruar. Historikisht, nuk do të haruar, këto e në dhimshme. Dhe kur e kujtoj këtë moment, dhe më thanë, flokët më rëqethën, se këto janë që duhet brez pas brezi njerëzit t'i mbjellin fëmijëve të vetë, jo t'i urrejmë nacionalitetit tjera,
po të harrojmë kombin tonë. S'ka nevojë për urrejtje. Asnjëherë urrejtje. Asnjëherë kur, në asnjë moment. Mirë po, kur e lyp, përgjigju të keqës. Po mos urrej. S'kemi nevojë me urrejt, as Sërb, as Maqedon, as Bullgar. Mirë po, ta dush kombin tonë është shumë e rëndësishme. Profesoresh, të flasim edhe më tutje për profesionin tuaj, veprimtarinë tuaj. Më njëherë pas mbarimit të fakultetit, apo pas ju kthyet nga Gjermania, sepse di që një kohë keni qenë edhe në Gjermani, po, si filluat të punoni? Një vajzë më ka lind të top. Unë jam kyçur fillimisht në Zherovian, kom punu 1 muaj. Ma pak si 1 muaj. 1 muaj e gjysë, kështu dhe të tregoj drejt ishte shumë rand udhëtimi dhe pastaj u kuqim të partia e Ilyas Halimit aty, se duhesh të dikun të kyqesh. Dhe kam punu pak të Ilyas Halimi në selin e ti. Si grua, kam punu edhe burri pakës kam punu. Dhe pastaj Ilyas Halimi e kejtë u bashku me PDSH-n, aso kohë. Dhe gjithmonë kemi qenë qatë parti, të rjetën. E pastaj u punësova në shkollën e Infrashër, e prina Infrashët kalova te Biblioteka Universitetit Tetovës. Aty u qel biblioteka. Më besoni, kjo është dëshmi e vërtet. Fadil Sulemani ka qenë themeluesi në Universitetin e Tetovës. Dhe kemi shku bashkë me te, më kujtohet me një podrum. I kemi nxjerr librat, ki podrumit, dhe i kemi rendit në për shkafe, që Vahid Kamberi, një i Riqicës, një mësus, dhe i Liri, djali ti, i kishin bëha të shkafet, i kishin rregulluar, dhe unë sa dete luma, i kam sistemuar në për shkafe librat e para të Universitetit të Tetovës. Nuk jam anonimo në për Tetovë. Patjetër, po. S'ka nevojë të lavdrohem. Sinqeritetin e kam maksimum. Aty kam punuar një kohë dhe pastaj erdhi dikush tjetër aty. Shkoj dhe më thiri Fadil Sulemani të punoj në zyrën e tij. Aty ishte Milaid Fiziu. Unë e kisha zyrën aty dhe punoja. Profesor Fadili e kishte në anën tjetër zyrën. Ai ishte rektori, domethënë, kryetar senati ka qenë Milaid Fiziu, unë kom qenë shef e shërbimeve të gjitha komunat e Maqedonisë, unë kam pas qasje. Atër ishte me fax, nuk ishte me e-mail, me fax i dërgoja mesazhet e mbledhjet e prefektët që mbledhshin, të gjitha këto ishin krejt me fax, me telefax. Ka qenë shumë kohë shumë e vështira, po shumë e bukur. Nuk e keni idenë kur vende profesoresha, si sot kujtohet, mi qenë me Rusi dhe ajo ka qenë një zonjë e vërtet. Ajo gruaja parë në universitet dhe kur hinte në zyrë, ajo ishte mrekulli e vërtet. Ajo një gru burnore, hinte mbrenda dhe sa ditë si, ajo e mirë, si kalon, dhe heqë atë buntën që e kishte Astragan dhe uleshte aty mu ma zbarte ditën, se shumë ka qenë një gru shumë e mirë. Dhe sot e kësaj dite është. Dhe vlen për ta përshëndet atë gru. Po, dhe pastaj keni vazhduar edhe si profesoresh e gjuhës angleze? Kom punuar pastaj në për shkollat fillore. Mirë po, normalisht ishte BDI, PDSH, kejtë harlaulla, halakamo më puna dhe dikush nëzerte, dikush qtinte në punë, kush si i kishte qefi. Dhe në fund përfundova edhe njerë në arsim të shkolla mjekësis. Dhe tani aty jam, për momentin, 7-17 vite. Si ke të ndërtuarat, le themi, raportet me nxënësit, janë raporte shoqërore, diktatoriale, keni gjetë një mes të përbashkët? Jo, unë i kam vajza 2 dhe unë nuk kam djalë. Dhe sinqerisht ndoshta është edhe ajo zbrastia se gjithmonë kam qenë vajzë që jam rritur me 6 vëllezër. Dhe gjithmonë, ta them sinqeritetin, e kam pas nevojë me pas edhe një djalë, mirë po se kam pas. Unë shqiptare jam, çdo shqiptar ka dëshirë të ketë një djalë në shtëpi. Unë se kam pas, mirë po fëmijët e nxënësët e mi, kur janë në shkollë aty, unë nuk i shiqoj si nxënës. Unë i shiqoj si nxënësit e mi. Sidomos gjininë mashkullore. E adhuroj, po edhe vajzat, normalisht, pa dyshim. Çfarë ju frymëzoi le të themi ta studioni gjuhën angleze, profesor?
Kishit talent prej më herët për gjuhët? Për të studiuar ka qenë gjuhët? puna, ne kemi qenë një familje në Gjilan shumë mirë ekonomikisht. Kemi pas vëllezër dytë në Gjermani, Basri dhe Rexhev, ata do t'i përmendi kudo që janë, se ata na kanë ndërtu neve si personalitete që jena, se ata kanë punu, ne jemi shkollu. Do t'i përmendi ata kështu me gjithë dëshirën. Dhe kishim një televizion atë ko diplomat, quaj Bardezi. Dhe unë për herë i kam pas qef filmat gjuhë angleze që janë. Prendim lajmet, normalisht, kurse unë e filmat. Dhe që vogël i kam pas qef shumë gjuhën angleze dhe ku shku në fakultet, gjithë shoqet e mija, hajde në arkitektur, po kom shku pak në arkitektur, po jom këthy në anglisht, se unë aty kom pas dëshiren. Pastaj kam qenë pak në Londër si studente 6 mujtit, me shoqet e mija, ishim 7 shoqe ato, shumë kanë ndihmu, jo pak. Me vetë financim kom shku, se vëllezërit e ceka dhe më herët, vëllezërit tonë që kam punu në mërgjem në qasë o kohë, ata më kanë dërguar, jo baba. Baba ka qenë një rogë ka pas. Ata më kanë dërguar me vetë financim, atje e kom mësu gjuhën, edhe jëm këthy nga se kishëm raz baba në androjet dhe unë u këtheva. Profesoresh, në kohën e luftës, kur ka qenë në Kosovë, ju ku keni qenë? Unë kam qenë e martuar në Tetova. Ka qenë e martuar. Si të ka pritur Tetova fillimisht? Sa është mikpritse Tetova ose tetovarët? Je kënaqur me mikpritjen tetovare? Dëgjoj, Tetova gjithkënd e pret mirë. Nuk ka njeri që s'pret mirë Tetova. Shumë e bukur. Nuk ka. Ajo është o zonat rurale, o Tetova, s'ka. Tetova është një bastion i komtarizmit. Këta shquan për komtarizm, tetovarët. Si një kosovare, si ndjesh sot që Kosova po bën 18 vjet pavarësi? Ndjem shumë e lumtur, po ka dhe shumë për të bërë. Ka dhe shumë për të bërë. Çka duhet të bë? Më pengon shumë kur shkoj në Kosovë dhe kur thonë s'kam sigurim. Sigurim shëndetësor. Po. Do të thonë, kjo Maqedoni ka që vogël, ka që varfër, ka sigurim. Po shpresoj që kjo struktura që është në aktuale, me Vjosën e me Albinin, që nuk pilojnë me punu, nuk pilojnë me të punojnë dhe t'japin kontributin e tyre, jo po punon, jo s'po punon, shpresoj me shumë dëshirë që ka mu arritë dhe sigurimi shëndetësor i popullit në Kosovë. Se mos me pas sigurim është shumë gjë e randë. Ne e dim se sa e randë është kur s'ke sigurim. Çfarë do i kishe uruar Kosovës për ditën e pavarësisë apo kosovarëve? Çfarë porosie do të kishe? Porosia ime do t'jetë kjo. Lëreni strukturën udhëheqe që është aktuale të punon. Mos ja shifni gabimet. As presidentës, as kryeministrit. Lufta ka mbaru. Ata e kryen misionin e vetë. Me të mira e me të këqia, është punuar e me gabime, shumë gabime, po kanë vënë një tull në shtetin e Kosovës. Të gjitha strukturat, mos t'i përmendi me rëndë, se s'du t'i jep kahje politike unë kësaj ditës të lumtur pavarësisë. Po lënini ata ishin strukturat të udhëheqëse të kodrave, trimat e UÇK-ja, ajo kjo. Lënini tash është koha e Albinit. Lënini të punojnë. Tash edhe njerë, edhe Australia, edhe Kanada, edhe një fshat më i lartë në botë, që ka qenë shqiptar, e ka vënu një tull për këtë shtetin e Kosovës. Dhe në mënyra të ndryshme, dikush me lufte, dikush me kallashe, dikush me tholla e me të mira materiale, ka dhënë kontribut. Lere njeri unë të punojë, ndihmoni janë, mos ja shifni gabimet, po bëni bashk, e punoni mos ta gëzojmë një armikun, se armiku nuk flen, kur nuk flen armiku, atë kemi në këmbë. Prandaj, kur e shoh dhe njerë, kur thonë, Albini kështu, ky kështu, mua më vjen
shumë keq. Shumë keq më vjen. Se sot është koha e gjuhëve të huaja, e kemi një presidente të mrekullueshme që edhe Zvicra i qohet në kam, edhe Kanada i qohet në kam, edhe Amerika i qohet në kam, e mbrojnë, e respektojnë, e na çka? Na i gjejmë vrejtje. O asaj, o kryeministrit. Prandaj, s'do t'japi kaja politike edhe njerë, po thënë mirë, po ta lejmë të punojnë. Dhe urimi juaj për të gjithë kosovarët, shqiptarët, për fund, cili do t'ishte? Urimi im do t'jetë lapsi, leximi, të mësojmë me dije edhe armikën e mbyt. Jo me zënka, me vrejtje, mëso, me dije gjithë shkarzohet. Edhe njerë, profesore, dhe t'jemi bashk, e ta punojme të arrujmë shtetin, që me shumë sakrifica e me shumë gjak është arrit kjo Kosovë, e mos t'ja përdorim, keq përdorim gjakon e dëshmorve, që ka prind që ka fliju fmi, djem e vajza, e na peshjojmë sot. Dhe t'i gëzojmë kësaj lirije që e kemi, e mos t'a keq përdorim gjakun e tyre. Edhe një urime, profesoresh, për pavarësinë, juve dhe gjithë kosovarët, dhe gjithë shqiptarëve. Shumë për tesën, Ariana, ju uroj suksese gjithmonë në këtë studio. Faleminderit shumë që na nderuat në këtë ditë të rëndësishme, ju urojmë shëndet dhe shumë suksese edhe juve. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq që vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit.